si që thoti, kësaj radhe ka protestu, me kaq numra herën ashme ka protestu edhe ma shumë. Pse? Nuk lejon fatin e vetë me më dhënë peng të fatit personal të Albin Kurtit edhe të tekave të Deona Mihajlave. A po shkojmë zjedhe, nëse këtu e në teke, se po na shkojnë minutat, i kom 2 tema për një temë që i ke pos qëndrim qarë, me pak njerës për çështën e Shqipërisë të Zvërnecit. Për të ripytin dhe kjo, a besën që zoti Kurti do të bëj koalicion dhe qeverisje edhe do të gjej kompromis më opozitën për çështën e presidentit, apo tashmo me 52-53, veç që vërtetuar narrativa dhe guximi tina, ose shefi me që prabenin në zjedhe? Shiko, edhe një, kë ka skenor të qartë. Çdo 5-6 muaj me na çu zgjedhje sepse as nuk din me qeverisë edhe atu ku qeverisin në mënyrë banditeske. Nivelli e kabineti qeveritar është prej analfabeta funksional, e kur japin pak zër mund me mri mas shumë të mediokriteti. Kaq, dhe të e po kjo që s'ka as ekip, as kabinet, se nuk është bash i padishëm, vetë kjo e dim, kjo çdo 5-6 muaj zgjedhje veç me që gishtat. Kurti 5, kurti 7, kurti 20. Nëse kjo satisfakcion i knoq qytetarin, bravo, fitoj baba, që shpequn ata, urdhëni, inshallah ngiheni, a kupton? Se ka mënat problem. Mirë po populli s'po ngjihet me ushqim e me bukë e me qeverisje. Sepse ky s'po di me qeverisje dhe ideja që me shku çdo 5-6 muaj zgjedhje me çu dorën fitova kurti 4, 5, 6, 7, edhe mi mor ato parët si ndër të pit babës e mi shpërndosi vitra, kjo është për më zëma keq. A kupton, krejt kombet konkurruese thash po përsëris po shkojnë përpara. Na jemi në vendumrim. Nuk e di. Mundet kë me pyetjen tonë tash më përgjigj me formu qeverinë edhe pastaj që shtu më gjyë topi ping-pong herë andej herë kënej, jo më tha, jo të thash opozita, jo më kushtetuse, jo kushtetusa, del kjo afati i UD-s prezidentës, edhe ne jemi në kaos. Në mëndë tjerë të eci me projekte, me investime kapitale, gjithë andej, nëse dojë. Kastrat, jemi të një skenar shumë i rrezikshëm. Na dim që edhe pak muj i delet dhe afati ushtrusës detyrës. Në rast se përsëritet prapë situata e njëjtë e blokadës, Kosova jetë pa president. Jetë pa president, është e pasartë, kushtetuta që të nalet. Po, e kom pak, po, interpretimin e ekspertëve që të nalet. Që të nalet, do manë që të nalet sati. A mundë me qenë në skenarit, tilë të ditë edhe narrativen ose shefin e Zotit Kurti përmenin eksponentet caktumë në për ato video të skandal për Republikën e Tretë. A është këj skenari, edhe a mundë me shku drejti skenari për Republikën e Tretë. Republika e Tretë. Me si t'jash funksionit, me kushtetut, me institucion, me nasqel, sa boj, ministrat, pa imaginume, cëla ja ndërton këti narrativ dhe një argument që kjo kushtetut është gabim e kje Republikë o gabim, edhe që e dëshmua me fakt që është gabim, edhe hajde ta shpebojmë Republikën e Tretë. Franca i ka pas një 5-6 Republike, e ka po, ajo Francë. Qëtër kontekst. Ja, dëgjëm, unë nuk mendoj që Perëndimi, SHBA dhe alat të tjerë kanë me lu një eksperiment të tillë sepse kjo prek arkitekturën e sigurisë në rajon.